Përshëndetje, unë jam Etleva Sulollari dhe sot jemi mbledhur për ditën e faljes. Që të falësh do të thotë gjithçka, se falja është hyjnore. Ne jemi të gabushëm dhe kur Zoti fal, atëherë neve çfarë jemi mos të falim. Dhe duke falur, neve ndihemi të paqt me veten dhe me të tjerët. Paqja është fjalë e madhe, fjalë e bukur. Dita faljes, paqja dhe falja janë ndër vlerat më të larta që e fisnikërojnë njeriu. Paqja, të thuash paqe ke thënë gjithçka, të jesh paqe me veten, me njerëzit, me gjithë ambientin, lulet, botën e tjerë. Po që të jesh e paqëm duhet edhe të falësh. Dhe falja është diçka hyjnore. Të gjithë jemi të gabushëm. Dhe paqja dhe falja, se po të falësh ke dhe paqe. Paqja është diçka shumë e rëndësishme për gjithë botën, edhe për vrasjet, edhe për nënat që thonë nuk do falin për bijtë tanë që kanë rënë, që i kanë vrarë, që i kanë masakruar. Por, gjithsesi, ne duhet të luftojmë për paqen që ta sjelli lumturinë, ta sjelli begatin, ta sjelli gjithçka. Falja duhet të jetë gjithashtu e ndërtuar me paqe.